Atëherë do bëjmë kalimin e lekëve nga Binanci tek Xuexi. Por para se të bëjmë kalimin, atëherë do shkojmë tek recharge, do shkojmë te recharge. USDT TRC20 dhe me një telefon tjetër do të kopjojmë kodin. Okej. Ti bëj foto. Po, një foto. Ta bëjmë edhe një herë se nuk e morëm qartë. Okej. Pra e kemi foton gati të kodit. Ktheu mbrapa prap. Ktheu mbrapa dhe do të shkojmë tek Binanci. Shko tek Binanci. Atëherë do shkojmë tek Home. Pra kemi 2000 USDT. Shkojmë tek Home. Home ashtu. Po. Shko tek Assets edhe një herë. Assets. Shkojmë edhe një herë tek Home. Shumë mirë. Shkojmë tek Koka Verdh lart derisa gjejmë dy dritaret. Shkojmë tek Binance Lite. Binance Lite poshtë, e ke poshtë. Okej. Shkojmë tek portofolio. Portofolio këtu në cek. Portofolio në kem cek. Bravo. Pra ne intereson që të gjejmë dritarin take out. Atëherë do bëjmë take out. Withdraw. Tetheras, pra USDT. Do vendosim maksimalen. Vendos maksimalen poshtë. No. Networkun TRC20. TRC20 ja u e ke sipër. 1, 2, 3. No. Tu. Po. Do ves maxi, shtyp maxin e verdh. Shumë mirë. Dhe këtu do shtypësh këto. Këto. Këtë. Që të kopjojmë kodin. Opa e mori, shumë mirë. Dhe do të bëjmë tani withdraw. Shumë mirë. Bravo. Confirm. Bravo. Tani do shkojmë te autentikatori. Mos e shtyp atë. S'ka problem. Shko te autentikatori. Shumë mirë, do marrim kodin. E një sekond mbaroj pak rrota. Një sekond. Kjo edhe një herë. Mos e dil dhe shko vere atje tek Binanci. Bukur. Shtyp autentikatorin, e paste. Bravo. Shumë mirë. Tani do vendosim emailin dhe pastaj mbarojmë. Okej, do marrësh bëje kopi, ja, atë kodin e verdh. Shumë mirë. Kopi. Vendosim te emaili, kodin e emailit. Withdraw. Kaluan me sukses. Pra, na kaluan tek Xuexi. Dil që këtu, ne do shkojmë tek Xuexi, do shikojmë se lekët do na vinë për pak këtu. Thjesht bëj home, asset, derisa të na vinë. Jo, home, asset. Do presim pak derisa të na vinë lekët. Shtyp një home. Asset. Lekët na erdhën nga Binanci tek Xuexi. Tani do shtypim transfer. Transfer, që të transferojmë tek treti. Transferin e kem këtu. Transfer. Max. Transfer. Dhe kur na del 100% që jemi okay për të transferuar, confirm. Dikte shigjeta lart sipër fare. Okej. Shumë mirë. Pra lekët na vajtën nga exchange tek tredi. Tani jemi gati për trading.